Fshati Shishtavecit është i armatosur me bukë, me mish, me ujë. Me dru, me patate. Po me kalamaj jo. Ne kemi sot për moment kam 137 familje këtu që jetojmë, shumica janë pleqe dhe plaka. Dimri ka mbritur në zonat malore të Kukësit. Temperaturat kanë rënë ndjeshëm dhe një shtresë trashëdëbore ka mbuluar bjeshkët, malet dhe kodrat përreth, duke u dhënë fshatrave atë pamje të bardhë karakteristike për këto treva. Në rrugën nacionale Kukës Shishtavec, her pas here shfaqen banor nga gryka e vanave, që ecin ngadalë me kuaj të ngarkuar me dru zjarri, në pak shtëpi të banuara ende. Tymi o gjaqeve, ngrihet qedrit qiellit gri, shenja e vetme e jetës që sfidon të ftohtin dhe izolimin. Qep borën. Tashti është knaqësi. Knaqësia më e mirë është tashti. Pse? Sidomos për mishin dhe për këta gjana. Temperatura ka rënë. Në Shishtavec, Mehmet Bala po përgatit tharjen tradicionale të mishit të mëshqerës dhe lopës, duke e varur në balkon në ambient të hapur. Kjo është më i mëshqerës. Edhe vjam nuk ka shumë. Për të ka kërkesë se mishi jonë nuk ka vjam ashtu pashti. Është një rit i lashtë i kësaj zone, një traditë që ka mbijetuar ndër breza, pavarësisht kushteve ekstreme të dimrit apo viteve që kalojnë. I njohur në zonë si usta meqe, Mehmet Bala është një nga mjeshtrit e fundit të kulinarisë tradicionale të Gorës, që ende ruan shijet autentike të kësaj treve. Në gjohë, tashti është faza për tharjen e mishit. A unë pak për tregtie, pak për shtëpie, pak për miqësie, pak për shok, kështu vazhdo. Që sa vite merresh me këtë punë me tharjen e mishit? Po ka vite tashti. Ha? Që në 92-93. Pas tjerë dhe koha e demokratisë. Në ma me lokalin, me guzhinën edhe me mishin. Ky është zanat tjerë. Ke qenë kuzhinier, ha? Që sa vite? Ose kur e ke fillu për e të parë? Për e të parë, në 81 ushtar ku kam shkull meteor. Kam inauguru meteorin, qenën e servitjes, ma pa gjithë kohës kam jamar me punën e kuzhinës. 48 vite, 4. E ushtron hala këtë, Pa po të ashti. Ndonë se njihet gjërësisht për kultivimin e patates. Shishtaveci ruan me fanatizëm sekretet e tharjes së mishit, prodhimit të suxhukut dhe pastërmas. Përgatitja nis gjatë vjeshtës. Kafshës i bëhet trajtimi veçantë që të shëndoshet.
Më të preferuara janë bëktit e trasha në mosh, kur ka mbaruar rritjen. Në ditët me dëbor, bëhet ripa, të cilat kriposen me krip gjelle, 7 deri në 10 kg krip për 100 kg mish. Sa dale komplet lopa muqere në vici edhe e thajnë. E maj 3-4 ditë në krip edhe më për në jashtë. Më pas, ripat varen në një shtrat të para përgatitur me deg druri, ngjitur në tavan dhe fillon procesi i tharjes. Pak në 10 ditë do, thajnë, për në këtë ambient. Jo në somë e tha, si që do temperaturat 9-0, era me qenë, jo e lagët ma e thatë me qenë edhe, dhe si që është sot koha. Nesër në dark e këthej pak e levizi, unë se mos me njët me një vënd, edhe aeroset janë, si për shembull, pjesa këtu nga le lagët. Unë e këthej në pjesën tjetër, kështu edhe kullon edhe... Do me thonë 3 ditë duhet me bajt, ha? Në krip? Jo, në tharje. Sa Në ditë? tharje si mas herës, unë tash... Aha. Unë shkoj dhe 10 ditë. Me qenë koha kështu, ajri thate do, edhe temperaturat të ulta. Kur mishi thyhet me dorë, depozitohet në një kosh larg lagështirës dhe në këtë gjendje ruhet deri në 6 muaj. Mishi i thatë mund të ruhet deri në 2 vjet. Historikisht, përgatitet mishi i thatë për periudhën e dimrit. Veçanërisht, preferohet gatimi me fasule. Konsumohet me shumë shije, ashtu siç është i thatë apo dhe i pjekur. Ushqimet tradicionale që shtarecit Po? janë shumë lloje. Është si për shembull suxhuki, mish i thatë, mish fasulja, është sarma e jonë rumbullak, jo sarma e drejtë. Është çorba e gorës, është. Janë shumë ushqime të ndryshme. Ne kemi qef këtë mishin, ta bëjmë, si i thomi, tepsi oris me mish. Mehmet Bala vijon të ruaj edhe traditën e përgatitjes në mënyrë artizanale të suxhukut. Lëviz çdo ditë, do lëviz. Mjesë për mjesë ose është si edhe për ata me ajrimin. Ai tregon se për ta bërë më të shijshëm, duhet i nënshtrohet procesit të tharjes pa ngrohje. Kjo është suxhuk shishtavetsi bio, prodhohet vetëm me mishin ton, zonës ton, që është në pjesë bagmalet të shajt, mbi 1200-300 metrë në minimet djeti që rritën. Suxhuku i Shishtavecit është unik, pasi përgatitet me produkte të zonës, duke filluar që nga mishi deri tek perimet e zonës. Se formula është e veçantë e këtij suxhukit, si përbërësit e këtij suxhukit është mish, lope, kau, viçi, përzim, ka qepa është e jona, nuk ka shumë lakshti qepa, se dhe suxhuki do atë formulën e vetë. Ka spec, ka biber. Është suxhuk pa vjan fare, kiska vjan fare. Suxhuku shërbehet zakonisht me pije alkolike, por mund të konsumohet edhe i shoqëruar me garnitur. Periudha e përdorimit është për gjithë vitin, por më e preferuara është ajo e dimrit. Po cilësia kur tha suxhuki duhet paktën kur ta kthesh kështu duhet bëhetja. Pastërmaja është një tjetër ushqim tradicional i zonës malore dhe shumë i përdorur. Ajo është produkt mishi të thatë që merret vetëm nga mishi i baktive të imta, sidomos i deles apo dashit. Copat merren dhe vendosen në krip për 2 javë, pastaj varen në vende të posaçme për t'u tharë.
Edhe mishi, liron domethënë atë erën e pastërmacion, tharje me sopë ose me shporet. Atëre vjen një herë rënd. Tharja vazhdon, derisa mishi të ketë humbur të gjithë lagështirën e tij. Pastërmaja para se të përdoret në fillim vendoset në ujë që t'i dalë kripa dhe pastaj të zjejë si gjell. Sezoni më i përshtatshëm për të bërë pastërma është fillimi i dimrit, pasi në këtë periudhë theren baktitë e tepërta apo delet shterpa. Temperaturat e ulta të dimrit sigurojnë një prodhim cilësor. Kjo mënyrë përgatitjeje është ruajtur brez pas brezi në Shishtavec, por Usta Meçe pasionin për vazhdimsinë e kësaj tradite nuk e gjen tek të rinjtë e sotëm. Si gjatë kohës edhe kam hec para, kam avancu. Tu bëhet të mësue, tu vjedh pak zanatin e... Kështu bëhet puna, zanat e gjë... E hambël po e rënd. Ta shtilin ja e iku, djali sa e mori zanatin iku. Vajza tu martun, kështu unë me shoqen punoj këtu. Zgjidhja dhe zgjedhja e rinisës Shishtavecit është e jetuarit kudo, përveç se në këtë fshat. Mjafton të bësh një shëtitje në rrugicat e ngushta, për të parë se të paktët njerëz që lëvizin janë kryesisht të moshuar. Ata furnizimin edhe me buk, po disa pleqe bën nga kuksi. Të rinjt janë larguar prej vitesh. Shumica jashtë Shqipërisë në kërkim të një jete më të mirë. Shtëpitë e braktisura, të mbuluara nga bora, që ndrojnë të heshtura, dëshmi e një fshati që dikur gumëzhinte nga zërat e fëmijëve. Sot në Shishtavec jetojnë rreth 138 familje, pothuajse të gjitha të moshuara. Dikur, fshati kishte mbi 400 familje dhe konsiderohej një ndër zonat me potencial të lartë për turizmin malor. Shishtaveci pranë vijës së kufirit, nga çdo cep të zësyri bukurinë e kullotave malore. Qendra banor të Topojanit, Dorje se Zapodit, kanë ardhur të presin shokun Ramiz. Qielli është mbrejtur, nga malet e lartë të Kallabakut, vijën e shkarkojnë shi. Dimrat e gjatë, bukuritë e natyrës alpine, traditat kulinare dhe mikpritja gorane ishin pjesë e një oferte që premtonte jetë dhe gjallëri. Sot, në këtë qetësi dimrore, dëgjohen vetëm lehjet e qenve që lajmërojnë çdo kalimtar dhe britmat e pakta të baktive të mbetura në stallat e familjeve. Tashti, pregatitën me umshel mrenda si asan kuka. Banorët thonë se dimrat e fortë kanë përballuar gjithmonë. Por sot vështirësia më e madhe mbetet energjia elektrike. Ne kemi linjën akoma, që shkon linja për pjesën e turreve, pjesën poshtë, akoma të sistemit të 74, 75, 71 kur u bë. Sa të frije pak, s'ta kohë. Ka rast edhe në kohë të mirë, s'kemi drita gjithë natë. Kemi shumë pleqë, plaka këtu që rrimë. Ndërprerjet janë të shpeshta, veçanërisht gjatë natës, duke rënduar jetën e përditshme të familjeve të moshuara që jetojnë të vetmuara në kushte të vështira. Sa majmë informacion, nuk puteli këtu, nuk puteli atje, nuk put ka problem këtu. Si përfundimisht shumë probleme me energji elektrike. Po thuaj se jemi në 2025, ku s'ka pas kandila vetë. Po drita, ja, ku janë drita, ku janë defekti rrugës.
Ne I pagujmë, edhe pagujmë jo pak. Unë ke shtëpia paguj mbi 45.000 lek. Këtu edhe pak ke lokali I është. 100 sa mille lek, 150, 60, 60. Edhe kur vje puna, në mjes kam për ta bërë një kafe. Energjia elektrike është problem. Problemet nuk mbarojnë me kaq. Shishtaveci rrezikon shpesh izolimin për shkak të segmentit të fundit rrugor prej vetëm 1 kilometër, hyrja e fshatit, I cili bllokohet rregullisht nga bora. Në këtë sezon, në qoftë se ka mundësi me na mbajt rrugën për dimër pastër. Mos me na u bloku nga bora. Pse? Se kena ngel krejt pleq, s'ka kush me na u transportu pleq. Ky segment nuk përfshihet në kontratën e mirëmbajtjes së rrugës nacionale Kukës-Shishtavec-Dogan, duke lënë komunitetin të shkëputur sa hereshjet janë të dendura. Në akrizimi që shkon për Dogan, është 1 kilometër e 370 metro. Fadromat kalojnë hapin pikën doganore dhe në Shishtavec nuk futen në qendrën administrative fare. E kam pyet dy thaher Ilber Elezin, unë tha e kam tenderin, Kuks, Dogan, për Shishtavec ta s'kam. Edhe atë na e ka bë, e falenderoj që na e ka bë me vullnet e për të na ndihmuar. Sa ndikon kjo? Do me blokon banor ti bie. Shumë ndikon. Janë sa baqojmi ne nuk shkon fugoni. Emigracioni vit pas viti ka zbrazur shtëpit, ka shuar zërat dhe ka tkurrur jetën. Në borën e bardhë të dimrit, Shishtaveci mbetet ende në këmbë I qetë, I ftohtë dhe I heshtur, duke ruajtur traditat e tij si një formë rezistence përballë shpopullimit. Përpyetja mbetet, sa gjatë mund të mbijetojë një fshat pa të rinj, pa drita dhe pa rrugë të hapur drejt së ardhmes. Ata I ruajnë traditat, përgatisin ushqime dimërore si dikur, kujdesen për pak bakti dhe presin çdo mëngjes e mbrëmje të mos mbeten në errësirë apo mos të izolohen nga bora. Çdo xhak që tymos është një dëshmi rezistence. Çdo derë e hapur është një betejë e fituar ndaj braktisjes. Në heshtjen e bardhë të dimrit, Shishtaveci nuk është thjesht një fshat I mbuluar nga bora, është një histori që vazhdon të shkruhet me durim, me mall dhe me frikën e shuarjes, sepse pas bukurisë së natyrës dhe qetësisë alpine fshihet një realitet I rënd, një komunitet që po plaket dhe një vend banim që rrezikon të mbetet vetëm kujtim. Pasi pa njerëz, edhe fshati më I bukur është thjesht një peizazh I heshtur.